Mirë vini në leksionin e radhës, ku në videon e sotshme do shpjegojnë që pse shumica e fillestarëve në Forex dështojnë në analizat e tyre dhe gjithashtu përse vazhdojnë vazhdimisht të humbin lekët në live account ose vazhdojnë duke djegur për firmat e tyre. Para se të filloj me pjesën e shpjegimit, kur do keni këshilla dhe pjesë të rutinës së tregtimit tuaj, dua t'ju informoj që të harroni dhe të fshini nga memoria juaj, të cilën e keni normalisht në mendjen tuaj, të gjitha këshillat dhe sugjerimet nga influencerat apo nga social mediat dhe të fokusoheni në këto etapa të cilat unë do i shpjegoj sot. Pyetja e parë do ishte se çfarë është marketi? Shumica për jush do thënë që marketi është charti që shohim të poshtë, shumica për jush do thoni që marketi është vendi ku ne tregtojmë sell apo buy, shumica për jush do thoni që është vendi ku bëjmë lek, po ndërkohë sini duke bërë lek, dhe një pjesë tjetër po vazhdon të presi që t'i them unë se çfarë është marketi. Marketi nuk është asnjë gjë tjetër përveç se një makineri humbjesh së parave. Pra, marketi nuk është asnjë gjë tjetër përveç një sistem i krijuar për të humbur sa më shumë para nga traderat apo investitorët të cilët merren në market. Okej, dhe përderisa që nga një makineri humbjes së parave, pse ne po vazhdojmë të tregtojmë? Ashtu si ju pse po vazhdoni ende të tregtoni? Është shumë e thjeshtë. Në këtë sistem të krijuar, pra në trading, në 10 persona në 10 persona, 9 prej tyre humbasin dhe njëri prej tyre është gjithmonë ai i cili është profitable në market. Pra, përderisa në 10 persona 9 janë tampmanit e marketit, të cilët paguajnë për një trader i cili është i suksesshëm dhe profitable gjithashtu. Është shumë e thjeshtë arsyeja e marketit dhe pjesët që ju mësoni vazhdimisht në rrjetet sociale apo nga persona të pa informuar saktë se çfarë marketi është, thjesht interesi për ta shfrytzuar emrin e trading nëpërmjet kurseve të pavlera ose nëpërmjet sinjaleve, arrin dhe ju tregojnë marketin në formë shumë të thjeshtë dhe faji është gjithmonë i tregut nëse ata kapin stop loss, është faji juaj nëse kapin stop loss, sepse në pas analizave tuaja ju jeni gjithmonë sakt, dhe është faji juaj përsëri nëse personat në fjalë ju japin screenshotat reme për fitimet e tyre, është gjithmonë përsëri faji juaj që nuk arrini të keni risk menaxhim. Pra, dy prej pjesëve më të dëgjuara nga influencerat
për t'ju bërë juve konfuz dhe të mendoni që gjithmonë në market është faji juaj. Nuk është pjesa e fajit tuaj, pjesa e mos njohurive mjaftueshme në tregun e Forexit apo dhe çdo aseti tjetër ju bën që ju të vazhdoni të humbisni, por në momentin që ju arrini të informoheni ashtu siç duhet se si marketi funksionon dhe se si nga këta 10 persona 9 dumpmanit e marketit paguajnë vetëm për një, i cili ka disiplinë, ka njohuri të thella në pjesën e marketit si i funksionon, e bën atë më të veçantë se 9 persona të cilat humbasin. Pra, nëse merreni si një lojë ku në këtë lojë inteligjence vetëm njëri është ai i cili është mjaft se ju. A do të pranoni ju ta vetë quani veten tuaj të paaft? Për mos thënë naiv, normalisht që jo. Atëre, bani shënime dhe filloni të ndryshoni analizat, psikologjinë dhe mendimet tuaja në analizat dhe në çdo entri që ju traktoni. Gabimi i parë për të gjithë fillestarët e Forexit, të cilët duan të mësojnë rreth kësaj dhe menjëherë përballen dhe fillojnë të kalojnë automatikisht në pjesët dhe në analizat më të thjeshta të marketit për të vetë quajtur të aftë, ose më shumë thjesht interesi për të dukur në rrjetet sociale sikur është i aftë, normalisht është fillimi që ke pjesa e qartë paterës. Gabimi më i madh i të gjithë tregtarëve të rinj që duan të masterizojnë Forexin apo të jenë profitable është përdorimi i chart patternësave. Sepse chart patternësat ose vizatimet eksakte që supozohet të jenë gjithmonë njësoj, ku ju shumë keni parë si video të këtyre lloj modeli, është gabimi juaj më i madh. Sepse ju thjesht vizatoni dhe programoni në truajin tuaj që në momentin që krijohet ky lloj modeli apo modele të ndryshme të chart patternësave, ju automatikisht duhet të bëni entry, por ju nuk dini ende eksaktësisht se si marketi funksionon, pse marketi krijoi këtë lëvizje, cili është arsyeja që mbasi ju bët këtë entry në tregu nuk ju dha atë rezultatin që keni parë në vizatimet e bukura, po thjesht arritin në stop loss. Nuk arrini të kuptoni se ku është pika më kulminante e tregtimit tuaj edhe jo. Dhe kjo gjë normalisht ju konfuzon duke jetuar me shpresën që marketi ishte gabim ose unë isha gabim sepse nuk kisha rrezikun e xhim. Jo, ju thjesht nuk keni njohuri të mjaftueshme. Sepse marketi nuk është vetëm chart patterns. Dhe gabimi i parë është direkt eliminimi i chart patternsave. Pjesa më e panevojshme e marketit. Pika e dytë janë indikatorët. Kur flasim për pjesën e indikatorëve, fusim të gjithë indikatorët e RSI, oversold, overbuy, indikatorët e EMAs, dhe indikatorë të tjera të cilat tregojnë volumin apo ato indikatorë të cilët markojnë në zonat e order blockut apo zonat e FVG-s. Indikatorët nuk tregojnë asnjë gjë tjetër përveç se çfarë tregu ka kryer përpara momentit që tregu është live. Pra, nëse tregu në këtë pikë ku është aktualisht, okay, indikatorët e këtyre llojeve
tregojnë se çfarë thjesht ka ndodhur më parë, po asnjëherë nuk do arrin t'ju japin konfirmimet e duhura në live market. Sepse oversold, pjesa e RSI-s, të cilët gjithë e përdorin në oversold dhe overbought, shpeshherë në time frameat e vegjël, ku të gjithë tregtarët ose të gjithë traderët e rinj fokusohen në time frameat e vogla sepse i duket më e thjeshtë, tregu lëviz më shumë dhe mendojnë se tregun e zotrojnë. Në time frameat e vogla ju mund të shikoni shumë shpesh oversold ose overbought, por dhe gjithmonë ku arrin tregu në këtë pika dhe merrni konfirmimet për RSI-s dhe vazhdon dhe ende nuk ju respekton pjesën e indikatorëve në live market, sepse shumë bukur mund t'ju tregoj retestimet se çfarë ka ndodhur. Por në live market është sepse në time framet e mëdha gjithmonë keni drejtimin, trendin dhe arsyeën e likuiditetit që ku tregu duhet të arrijë. Dhe nuk është të gjithete përveç si po le të themi një aksesor që ju zën pjesën e chartit më shumë se sa mos ta keni. Pjesa e EMA-s, kuizimi i EMA-s 50, 100, 200 të atyre 3 vijave nuk është asgjë tjetër përveç se në pjesën e ndërthurjes ju jep juve konfirmimet që të kryeni entry. Por shumica e tregtarëve të cilët e përdorin vetëm EMA si indikator dhe në bashkangjitjen e tyre me support rezistencët apo me pjesën e chart patternsve, asnjëherë nuk do të kenë një stop loss fleksibël. Pra, stop lossi i tyre të jetë i paqartë në arsyetimin e entrit dhe kuizimi i cili indikatori EMA-s ju jep në momentin që ju kryen një ndërthurje midis të 3 vijave, në momentin ku tregu kryen një volum të madh, siç ato vija kuizohen, po ashtu dhe ndërthuren, po ashtu përsëri dhe rihapen duke ju dhënë që entry nuk është pasur sepse EMA-ja nuk është kuizuar, ndërkohë që në live market ato kuizohen dhe më pas hapen nëse ikin në konfirmimin e kundërt. Që në këtë rast asnjëherë nuk do kuptoni sepse nuk keni patur arsyeën e lëvizjes së marketit. Pra, indikatorët qengan gjithashtu të pavlera. Nuk kanë as pikën më të vogël të arsyes që pse indikatorët duhen përdorur. Janë thjesht terma të cilët nëse do kishit bërë një diçka për marketing edhe do përdorni edhe indikatorë, thjesht do i dukte tek personat e rinj në këtë fushë që wow, po sa shumë gjëra kishte në chart e ai bënte tregut kështu, ai bënte tregut ashtu. Ama thjesht mund gënjej personat të cilët nuk kanë informacione njoftuar. Sepse personat të cilët kanë eksperiencë, të gjithë e dinë që pjesa e indikatorëve janë gjëra të pavlera. Pika e tretë që pse fillestarët gabojnë dhe pika më kryesore është trendi ose trendet. Siç e dim, gjithmonë tregu ka dy lloj trendesh impulsive të cilë janë uptrendi dhe downtrendi. Gjithashtu dhe njëri prej trendeve i cili është më pak i komanduar për të tregtuar është trendi i sideways-it. Kur themi më pak i rekomanduar është thjesht për beginnerat ose thjesht për fillestarët, sepse pjesa e konsolidimit ose pjesa e një range zone është pjesa më e bukur e tregtimit. Sepse mbasi të gjithë likuidohen, kapin stop losset e tyre, atëherë ne kemi entrin tonë. Në aspektin e trendeve ka disa pika të cilët pse fillestarët gjithmonë gabojnë. Pika e parë është mos identifikimi i saktë i trendit në momentin që ata tregtojnë.
Shumica e fillestarëve gjithmonë kur ndërmarrin operacione ose ndërmarrin ekzekutimet e entrit të tyre, duke u bazuar gjithmonë në low time frame, në time frame-et e 1 minutit, 3 minutit apo 5 minutit, dhe ndërmarrin entrit të tipit për buy, dhe shpeshherë vazhdon dhe ju kap stop lossin dhe mbas çdo stop lossi tregu në ato pika fillon dhe t'ju jap disa reagime me weak, thjesht për t'ju bërë ende dhe më shumë emocional, ju filloni dhe tregtoni akoma dhe më shumë buy. Dhe gabimi në këtë rast është sepse gjithmonë tregu identifikohet në time frame-et e larta ku minimalisht fillon prej time frame-it të 4 orarshit. Nëse nuk e identifikoni asnjëherë tregu në time frame-et e larta, gjithmonë ju do vazhdoni të tregtoni kundra trendit. Dhe ne si persona ose si individ, sado balans apo kapital të kemi në brokerin ton apo për firmat që çfarë do gjë që ne tregtojmë, nuk kemi shansin më të vogël që të lëvizim marketin. Marketi ka drejtimin e tij, ka strukturën e tij dhe ajo që çfarë ne duhet të bëjmë më mirë është që të vazhdojmë në përparësinë të cili është edhe trendi. Nëse trendi është për buy, atëherë fokusi jon i çdo entri është vetëm për buy. Nëse jemi në downtrend, fokusi jon është vetëm për të gjetur entri të sellit dhe jo të buyt. Sepse sa herë që tregtoni kundra trendit, gjithmonë do vazhdoni të likuidoni dhe të jepni fajin marketit që nuk po ju respekton entrin tuaj, ku në fakt ju nuk po respektoni trendin. Sepse trendi do jetë shoku juaj më i mirë në çdo analizë dhe në çdo entri që ju kryeni. Pika e dytë e trendeve përsëri është pjesa e identifikimit të çdo higher high-si, higher low-si, apo dhe në pjesën e kundërt të trendit të lower high-si dhe lower low-sit. Shpeshherë traderët e rinj bën konfuz kur shohin një thyrje të trendit të tyre, pra bën konfuz në pjesën në pjesën e këtij uptrendit, në momentin e parë ku i thyet higher low-si, okay? Shumica për jush të gjithë do tregtonit në pikën do tregtonin më njëherë mbasi tregu të ritestoheshë, ku këtë do e kishit marrë thjesht për change of character ose për market structure shift, ose mund ta merrni dhe për support resistance apo chart patterns, nuk e di, kuizim MA apo RSI, dhe tregtimi juaj do ishte gjithmonë në këto pika. FVG-ja e parë, order bloku i parë që mund të shifni, rezistenca e kthyer, supporti i kthyer në rezistencë, dhe nuk e di se çfarë mund të keni në një strategji që mbase nuk e di ende. Dhe gjithë targeti ose entri juaj do ishte në këto pika, ku shpeshherë gjithmonë të surprizoheni nga stop lossi dhe tregu vazhdon përsëri pjesën e uptrendit. Sepse konfirmimet e entrive tuaja janë gjithmonë në low time frame, dhe në higher time frame kemi strukturën e bullish normalisht, dhe në time frame-et e vogla mbas ju bëhet thyrja e parë, të gjithë ktheheni dhe dilni kundra trendit. Dhe kjo pjesë e cila kryen vetëm thyrjen e parë, hyn ke pjesa e zonave të likuiditetit, dhe mënyra më e saktë për të identifikuar zonat likuide janë ato key levels-a të cilat nuk ritestohen nga tregu. Pra, nëse një key levels na krijohet si zonë në këtë pikë, dhe tregu thjesht kryen ritestimin e këtij higher low-si dhe vazhdon lart duke u dhënë thyrjen e strukturës këtë pikë, ju jeni të gatshëm që të tregtoni pikë në këtë pikë, në këtë entry. Mbasi ju kapi stop lossin, do thonit tani na u thy dhe kjo pika strukturës, do kërkoj për sell. Do ishit futur dhe sell këtë pikë dhe pastaj do thonit që unë isha buy, po sa më kapi stop lossin kot dhe miku prap. Ndërkohë që ju ikën buy, ju futeni sell dhe në momentin që ju futeni sell, tregu vjen dhe kryen pikën tjetër të lower high-sit.
Më pas i futeni baj ju ik prap sell dhe kjo është pjesa ku besoj në erën e tretë keni djegur akandet ose nuk keni më balans në entrit tuaj. Sepse në identifikimin e trendit, në çdo pikë të trendit që tregu krijon, gjithmonë krijon likuiditet. Gjithmonë traderat më të likuiduar ose traderat të cilët preken më shpesh nga stop lossi janë gjithmonë retail tradersat. Të gjithë tradersat që përdorin support, rezistencë ose blejnë në pikën e parë të kthimit të tregut për të vazhduar përsëri për bullish apo edhe në krahun e kundërt për bearish. Pra, në pjesën e identifikimit të trendeve përveç time frame-eve të larta, ju del për detyrë të identifikoni se çdo pikë e trendit ka një likuiditet, ku detyra juaj në këtë aspekt është që të identifikoni likuiditetin, të prisni që të vi mbasi të kryej likuiditetin, të vi në key levelsin se ku tregu duhet të kthej retestimin, dhe të krijoj pikën e radhës dhe më pas të traktoni për vazhdimsinë e trendit. Kjo është pjesa më e madhe ku të gjithë fillestarët digjen dhe bëhen konfuz. Sepse siç u thash te rast, tregu i testohet në një pikë ku nuk ka ardhur ende në këtë level, ku në këtë rast nuk ka qenë asnjë gjë tjetër përveç se një zonë likuide, ku ne zonën në këtë lloj model do e quani për rejecting low dhe breaking high ose të rrotësuar, dhe mbasi ju jeni likuiduar një herë këtu, këtë pikë, likuidojeni edhe kur të tentoni për të futur sell, do të likuidoheshin dhe kur të futeni për buy sepse do ju kthehen dhe stop loss, dhe kjo është pjesa që ju bën të humbisni. Dhe nëse do merrni përgjigje nga influencerat, normalisht që përgjigja e tyre do ishte që ne jemi profit 20 pipa, po ju nuk keni menaxhuar riskun. Ose nëse dhe ata janë likuiduar dhe nuk kanë se çfarë screenshotit të tregojnë, normalisht do ju thonë që tregu nuk ka qenë mirë sot dhe ne prandaj kemi dalur minus. Por në afatgjatësinë tonë ne jemi plus sepse kemi risk menaxhim gjithmonë në këtë zonë me 20-30 pipa tek profit. Prandaj bëhuni pak të logjikshëm në aspektin kur ju thash dhe në pikën e parë se çfarë është marketi. 9 dump mandit në këtë rast, të cilët mund t'jeni ju aktualisht, isha unë dikur, do paguani gjithmonë për atë një i cili tregon durim në analizë, ka logjik në pjesën e chartit, duke ditur që çdo krijimi, çdo pikë high-si apo low-si ka një likuiditet i cili duhet marrë me patjetër. Atëherë, në këtë rast vlen nga vetëm pjesa e durimit, sepse tregu nuk ikën asnjëherë pa ju. Thjesht ju duhet ta prisni edhe më pas ta zbatoni. Kjo ishte edhe pika e tretë që pse tregtarët e rinj dështojnë në shumicën e rasteve. Pika e dytë është mindseti. Më falni, pika e katërt është mindseti. Kur themi mindseti, përfshim në këtë term shumë gjëra brenda tij. Përfshim çike pjesa e balancës, përfshim çike pjesa e analizave, përfshim çike pjesa e firmave të cilët ju duhet 8% ose 4% i fazave, dhe kjo gjë ju bën që të dilni jashtë analizës. Ju përfshin të gjitha problemet apo gjërat që keni ju gjatë ditës tuaj, pra rutinën që ju ndiqni. Pra, në rastin e një firme, të gjithë synimi i çdo tregtari është të kalojë menjëherë fazën e parë, fazën e dytë dhe më pas të dalë fundet. Por mënyra se si ju dëshironi që të kaloni fazat e këtyre firmave është thjesht një entry me një lot më të madh se duhet ta keni normalisht, dhe tek profiti juaj është gjithmonë derisa të kaloni fazën. Në këtë rast, tek profiti juaj derisa të kaloni fazën dhe jashtë rregullit të çdo analizet që ju keni kryer dhe shpeshherë e përfundoni me një rezultat të stop lossit në break even ose me rezultatin
e djegjes së akauntit, por gjëja mirë është sepse mbas si diqni akauntin ju vjen dhe emaili që zakonisht ju japin 5 apo 10% ulje për akauntin e radhës. Pra një mesazh sensibilizues për të gjithë dampanit që përsëri tentojnë t'i bëjnë këto gabime. E njëjta gjë edhe për pjesën e traderëve të cilët tregtojnë me buxhetin e tyre, pra në live account nëpërmjet të brokerave, duke mos patur mundësinë për të patur një balancë të madhe dhe vazhdojnë të tregtojnë me balanca të vogla në market, tentojnë që të ngrinë kapitalin e tyre më shumë shpejt se ç'duhet dhe më pas përfundojnë normalisht duke arritur në djegjen e balancës. Dhe mbas djegjes së balancës normalisht del teoria që në Forex duhet të keni shumë lek në account live që ju të arrini të bëni lek. Kjo nuk është asgjë tjetër përveç përsëri një justifikim për t'ju gënyer që ju të gënjeni veten që thoni unë nuk është se jam i paaft, por unë thjesht nuk kam lek mjaftueshëm. Pra, gjëja më fatkeqe e çdo njeriu është që të vazhdoj të gënjej veten se është i aftë duke mos qenë realist. Pjesa tjetër pjesa e cila ndikon më shumë në psikologjinë tuaj të Forexit është ndjenja emocionale e cila ju keni gjatë rutinës apo ditës tuaj. Shumë për jush, ashtu si edhe unë dikur, kemi patur problemet dhe çdo gjë në jetën tonë, normalisht probleme familjare apo probleme shoqërore apo probleme të shumë mënyrave të ndryshme dhe thjesht ju duhet një rritje shpejt monetare ku vendosni që këto arritje të mëdha t'i kryeni në Forex, ku besoj në 99.9% të rasteve nuk keni arritur që ta bëni këtë gjë, mund ta keni bërë një ditë dhe ditës tjetër keni lënë të gjitha normalisht, dhe kjo është një prej rregullave të artët Forexit i cili marketi nuk do t'ja di se si ndiheni ju emocionalisht, apo se si ti e zgjuar sot mëngjes, apo se kur ti e mbrëm për tjetër gjumë. Marketi do jetë gjithmonë i ashpër me ju, do jetë gjithmonë agresiv me ju, do jetë gjithmonë ai i cili do ju bëjë t'ju emocionoj akoma dhe më shumë se çdo problem i juaj që mund të keni përgjatë gjithë ditës tuaj. Dhe nëse nuk do arrini të ndaloni pjesën e emocioneve në Forex, më pas të gjitha shpjegimet e analizave, apo shpjegimi i trendeve, apo shpjegimi i CRT-s, apo shpjegimi të rrosupit, nuk kanë më vlerë. Sepse nëse ju nuk jeni të aftë të ndaloni veten emocionalisht, atëherë ju gjithmonë do të dështoni. Do të dështoni sepse gjithmonë do jeni konfuz, gjithmonë do jeni të nxituar, gjithmonë do jeni lakmitar dhe asnjëherë nuk do arrini të bëheni ai 1% i cili 9 veta të tjerë paguajnë për ju. Me pak fjalë, ju do jeni një prej atyre 9 personave që do paguani për një i cili arrin t'i ndaloj këto emocione. Nëse do ja merrni një pjesë të termit të ndryshëm pjesën e këtij shpjegimit, pra në 10 persona njëri të jetë i suksesshëm dhe 9 të punojnë, është thjesht që ju të jeni ata slaverit e marketit, të cilët keni një orar fleksibël, pothuajse gjatë gjithë ditës duke parë chartin, dhe gjatë gjithë ditës ju vazhdoni dhe paguani dhe lini lekët tuaja për dikë që thjesht pret pak më shumë se ju dhe ka një logjik më të qetë se ju. Prandaj në Forex automatikisht duhet vazhdoni të punoni me veten tuaj dhe pika më fort është pjesa që ju nuk keni emocione, as ndikim dhe as një lloj gjëje përveç se të shikoni dhe të shqyrtoni analizën tuaj nga pika e fillimit dhe deri në fund, qoftë stop loss apo qoftë take profit. Pjesa më e vështirë që do keni në pjesën e marketit
dhe analizës tuaj është gjithmonë lakmia se sa profit ju jeni. Dhe përveç kësajt, ai që paskangjitet më shumë është pjesa e low time frame-it, ku është time frame i cili do i quhet time frame i bigjozimve, është gjithmonë time frame i 1 minutit. Sepse ju ndërmerrni një entry, po themi për buy, ok, dhe entry juaj është në këtë pikë. Jeni në analizën tuaj 100% të saktë. Keni ndërtuar në këtë pikë, tregu vazhdon gjithet lartë dhe vazhdoni ta ndjekni tregun në 1 minutë, sepse ju jep më shumë ndjesinë e kënaqësisë se sa shpejt po shkon tregu në take profitin tuaj dhe se sa bukur do e bëni atë screenshotin për t'ia ndarë me të tjerët, se sa i aftë qengeni. Dhe mbasi tregu në 1 minutë thjesht bën një reagim me weak ose një volum, le të themi, pak të shpejt ose të madh pranë entrit tuaj, ju automatikisht ndjeni të friksuar sepse mos do arrini të kapni stop loss. Dhe thjesht pjesa e manifestimit që ju edhe vete e ndjeni që kjo analizë të ikë stop loss, normalisht në mos të ikë stop loss do jeni ju ata të cilët do e mbyllni para kohe. Dhe nga pjesa e emocionit të këtij volumit të candlesit, sa po tregu i kthehet pak në profit, ju mbyllni automatikisht të gjitha entrit dhe mbas pikës së ju ku mbyllni entrit, tregu arrin më pas me njëherë në pjesën tuaj të take profitit. Arsyet e kësaj gjëje janë dy. Arsyeja e parë është arsyeja sepse ju jeni me një lot size më të madh se ç'do duhet të ishit dhe stop lossi juaj është shumë i madh për pjesën e humbjeve dhe normalisht nuk doni që të humbisni lekët aq shumë lekë sa ju keni rrezikuar në këtë entry dhe normalisht do e mbyllni entrin para kohe. Arsyeja e dytë është arsyeja sepse ju e ndiqni tregun gjithmonë në low time frame dhe vazhdoni të shikoni vazhdimisht se sa profite jeni. Për gjatë kësaj kohe, përderisa ju vazhdoni të shikoni se sa profit jeni apo se ky candle i radhës doli 5 pipa më lart apo ikë 10 pipa më lart, ju vazhdimisht do filloni t'i ndillni vetes akoma dhe më shumë emocione. Lekët janë thjesht numra. Dhe numrat në bazë të eksperiencës tuaj gjithmonë dështohen pafund. Por suksesi dhe pjesa që juve do t'ju bëjë më të lumtur në këtë aspekt është analiza juaj, e cila e keni kryer nga fillimi dhe e keni ndjekur deri në fund, deri në take profitin tuaj. Duke e arsyetuar dhe duke ndjekur çdo lëvizje që pse tregu e ka kryer, duke u bërë që mbas çdo setup ju të ndjeni konfident me marketin, të ndjeni konfident me veten, duke hequr emocionet në maksimum në çdo tregti që ju bëni, dhe mbasi të arrini këtë, atëherë numrat do jenë thjesht shifra për ju. Sepse ju jeni taft që dhe nëse $1 arrini ta bëni 2, të njëjtën të gjë do bëni edhe në kur të keni miliona dhe miliona dhe miliona. Pra, psikologjia dhe mindset-i i Forexit është ai çelësi i vetëm që mbase për shumë për jush mund të jeni të aftë në kryen analizave, në kryerjen e çdo setupi, në analizimin e çdo lëvizjes së marketit, se ku tregu do kthej, ku tregu do reagoj dhe ku do jetë tek profiti juaj, por thjesht ju mungon ky çelësi i fundit, i cili është mindseti. Dhe kjo është pjesa më e vështirë e çdo tregtari të ri. Mua personalisht më janë dashur 3 vite e gjys që të arrit kuptoj që gabimi më i madh në pjesën e Forexit normalisht ishte vetja ime. Sepse ishte mindseti im gabim. Edhe ishte pjesa më e vështirë e cila punohet më shumë se sa të punoni me chartin. Prandaj, nëse nuk ndjeni të aftë të mposhtni të gjithë të gjërat që unë ju thash, atëherë më mirë mundoheni të bëni ose të shpërtoni matriksit në formën apo një diçka tjetër, ose thjesht quajeni veten që unë jam një prej atyre 9 personave të cilat humbas lekët e mia dhe i jap atit
i cili i kam poshtur këto gjëra. Për sot në këtë video besoj se është mjaftueshëm. Në videot në vijim këtu në YouTube do kemi më shumë pjesa të CRT-s, mënyrat, analizimi, strukturat, çfarë është CRT-ja dhe deri atëherë shihemi në leksionin e radhës. T'ja kaloni bukur.